Ne kemi në total 5 hektar, jo vetëm e mandarin, po edhe ullishne. Kjo fushë e mandarinave dhe ullishtes janë njësoj si të rritësh një fëmijë. Këtu jemi në fushgropën e Delvinës. Si zonë është shumë favorite për mandarinën. Ne kemi në total 5 hektar plantacione, jo vetëm e mandarin, po edhe ullishne. Ndër këto, pothuajse gjysmë është me mandarin, gjysmë me ullishne. Në total i vend diku te 1500-2000 bim, nuk e di saktë sepse tani edhe numrin e kemi harruar. Po që jemi në Delvin dhe jemi shumë mirë me prodhimin, edhe me bimët jemi të kënaqur. Si çdo punë ka vështirësitë e vet. Por bujësia ka diçka tjetër sepse e nis nga zero dhe të marrësh investimin mbrapsht do një kohë shumë të gjatë. Dhe për ne ka qenë shumë e vështirë. Gjithsesi kemi arritur dhe kemi përballuar me shumë punë. Por fillimisht kemi punuar si familjar dhe më vonë kur është rritur prodhimi, kemi arritur që kemi marrë edhe punëtor. Po që ka qenë goxha e vështirë me të drejtën. Ne punojmë 50-50. 50% e prodhimit shitet në tregun vendas dhe 50% tjetër eksportohet jashtë, Poloni, në vendet e Ballkanit kryesisht, po edhe të Europës së Veriore. Produkti është shumë i pastër, ndoshta edhe mediat e zgjerojnë disi, por që jo të gjithë fermerët i trajtojnë jashtë kohës të duhur mandarinat me pesticide dhe insekticide. Çdo trajtim që i bëhet do kohën e vet. Ndoshta dikush nuk e respekton, edhe ndaj ndodhet edhe ky keq informim më sakt, por ju them edhe një herë që çdo gjë është dhe çdo përgjegjësi e mban fermeri më vete. Ne i kemi bërë analizat frutave, sepse para se dalim në treg e përcjellim me flet analizë dhe çdo gjë është okay. Bujësia dhe aq më tepër kjo fushë e mandarinave dhe ullishtes janë njësoj si të rritësh një fëmijë. I merr që të vogla do kujdesesh për to që të arritësh të marrësh frutin e tyre. Si rrit një fëmijë dhe ti kërkon që ai të bëhet dikushi dhe të dalin në jetë të njëjtën gjë, po bëhet dhe me mandarinat, me ullishte, me çdo gjë në përgjithësi që ka të bëjë me frutikulturën. Është e vështirë vetëm drejtën, por vetëm me punë. Ashtu si çdo punosh jashtë që e ke të detyrueshme 8 orë, të njëjtën gjë, të njëjtën punë dhe për kujdesje duan dhe këto. Çdo punë ka vështirësitë e vet, ne tham. Por që ka fitimet e veta dhe kur je në vendin tënd ke shumë benefite të tjera që jashtë nuk do t'i kesh kurrë. Sidoqoftë, edhe nëse ti shkon emigrant mbetesh. Gjitha mundësitë janë në vendin tënd. Ne kemi nisur nga zero, siç ju thash, edhe kemi bërë këtë investim që kemi sot. Dhe me punë dhe me mund dhe me sakrificë, sepse duhen të gjitha bashkë që ti të harrish suksesin. Sepse çdo kush, çdo biznesmen, çdo njeri që ka arritur diçka, të jeni të bindur që ka arritur me punë. Quhem Enea Çafa, jam fermer në qytetin e Delvinës dhe kryesisht kultivojmë mandarina dhe ullishte.